Ola dhe gjesti për plasën ashpër, nuk do të puth kur, ti je djali më i keq që kam njohur. Një debat i fortë shpërthen mes Olës dhe gjestit në shtëpinë e Big Brother, duke bërë që tensionet të arrijnë kulmin. Teksa janë ulur në obor, gjesti, me stilin e tij provokues, i afrohet Olës me një buzëqeshje të lehtë dhe e pyet me ironi, "Hëmë Ola, kur do e japësh atë puthjen? Apo po bën naze?" Ola nuk përmbahet dhe reagon ashpër, duke ja prerë menjëherë hovin, "Mos guxo më të ma kërkosh një gjë të tillë. Unë nuk të puth kur, as në ëndër, as në realitet. Ti je një djalë i keq dhe unë e di shumë mirë kush je." Gjesti e shikon me një buzëqeshje të sikletshme, por nuk ndalet. Ai vazhdon duke e ngacmuar, "Pse je kaq e sigurt? Ndoshta një ditë do të më kërkosh vetë një puthje, kush e di." Por Ola nuk bie në grackën e tij. Ajo acarohet edhe më shumë dhe e përball ball për ball, "Ti mendon se të gjitha vajzat bien prej lojrave të tua? Më fal, por unë nuk jam si ato. Ti thjesht di si të manipulosh njerëzit dhe të sillesh sikur je një i pafajshëm. Po unë e di shumë mirë kush je dhe çfarë bën." Banorët që ndodhen aty afër fillojnë të komentojnë dhe qeshin me shkëmbimin e tyre, por Ola nuk ndalet, ajo e shikon drejt në sy dhe i thot, "Ti vetëm luan me njerëzit, gjesti. Unë nuk bie në kurthin tënd. Nuk më intereson fare nëse mendon që po bëj naz. E vërteta është që nuk më pëlqen sjellja jote." Gjesti, ndon se e ndjen se Ola po e kundërshton me forcë, nuk dorëzohet lehtë. Ai mundohet ta kthejë në shaka, duke thënë, "Po mirë, mos u nxeh kaq shumë, se s'ta kërkova me zor. S'do më puthesh. E po, humbja jote." Ola rrotullon syt me nervozizëm dhe largohet, duke lënë pas një gjest që vazhdon të qeshë dhe të tallet, por duket qartë se kjo përballje nuk do të jetë e fundit mes tyre. A do të vazhdoj gjesti të ngacmoj Olën apo ky debat do ta thellojë më shumë armiqsinë mes tyre?